Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Tatsin mim. Këto janë ajetet e librit të qartë. Na do të tregojmë ty disa lajme mbi Musajin dhe Faraonin, ashtu siç ka qenë me të vërtetë dhe këtë për ata që besojnë. Me të vërtetë, Faraoni është mashtruar në tokë dhe banorët e tij kanë grupacione shtresa shoqërore, disa prej tyre i ka shtypur, u ambyste fëmijët mashkuj, e femrat e tyre u alinte në jetë. Ai, me të vërtetë, ka qenë gatrestar. Na kemi dashur të bëjmë mirë se atyre që kanë qenë të shtypur në tokë, e t'i bëjmë udhëheqës ata dhe t'i bëjmë trashëgimtar të pushtetit të Faraojt. Dhe t'ua mundsojmë atyre vendosjen në tokë dhe t'ua tregojmë Faraojt, Amanit dhe ushtrisë së tyre mua atë prej se cilës friksoheshin ata. Dhe na e kemi inspiruar në Musait, jepi gji, e kur të friksohesh për jetën e tij hullë në det lumin Nil dhe mos u frikëso se do të mbytet, as mos u hidhëro. Na, me të vërtetë, do ta bëjmë pejgamber. Dhe familja e Faraonit e përvetsoi atë e që një ditë tu bëhet amik dhe katastrofe e tyre. Me të vërtetë, Faraoni Hamani dhe ushtria e tyre kanë qenë mëkatarë. Dhe gruaja e Faraonit tha, ky do të jetë gëzimi im dhe yti. Mos e mbyti, ndoshta do të na sjell dobi ose ta përvetsojmë për djalë. E ata nuk e paranjen përfundimin. Dhe zemra e nënës së Musait mbeti e zbrazët nga çdo gjë, poskitimit të djalit të saj. Dhe gati që e zbuloi, sikur mos t'i ja kishin forcuar në zemrën e saj, që të jetë njëra nga besimtarët që beson se premtimi i Perëndis do të realizohet. Dhe ajo i tha motrës së atij, shko pas ti fëmijës. Dhe ajo e vërejti anash nga largësia, e ata nuk e hetonin. Na ja kemi pas ndaluar me ndeshat gruaja që jep gjej fëmijës së huaj, Musait, e ajo motra e Musait tha, ato një t'ju gjej një familje e cila do të kujdeset për te, duke ja dashur të mirën atij. Dhe na e kthyem atë te nëna e vet, që të gëzohet e të mos pikëllohet dhe që të di se premtimi i Perëndis është i sigurtë, por shumica e njerëzve nuk e din. Dhe kur ai arriti moshën madhore dhe u zhvillua, na i dha atij mençuri dhe dijeni. Kështu na i shpërblem bamirësit. Dhe Musa hyri në qytet pa u hetuar nga banorët e tij, dhe në të as dy njerëz që vrieshin. Njëri ishte nga grupi i tij, e tjetri nga grupi i armikut. I kërkoi ndihmë ai i grupit të tij kundër atij të popullit armik. Dhe Musa i ra grusht atij dhe e mbyti. Musa i tha, kjo është punë e djallit. Ai, me të vërtetë, është armik, gatrestar i qartë. Musa i tha, o Zoti im, unë me të vërtetë i kam bërë zullum vetvetes, andaj më fal. Dhe ai e fali. Me të vërtetë, ai është falës e mëshirues. Musa i tha, o Zoti im, pashat e mirat që mi ke dhuruar, unë nuk do të bëhem ndihmësit e këqinjeve. Dhe Musa u zgjua i friksuar në qytet, duke pritur se çdo të ndodh kur që Jabejai, që dje kishte thirrë në ndihmë, e që përsëri e thiri në ndihmë. Musa i tha, ti me të vërtetë je gatrestar. Dhe kur dishi të sulmoj Musai, atë që ishte armikit e dyve, i tha Israeliti se po e qëllon atë, o Musa, aton të me mbytësh mua si që mbytet dje njeriu? Ti dëshiron të bëhesh vetëm dhunues në tokë, e nuk dëshiron të bëhesh nga ata që mbajnë rregull. Dhe një njeri erdhi, duke nxituar prej skajit të qytetit, e tha, o Musa, paria po konsultohen për me të mbytur ty, andaj dill, se unë për ty jam këshilluesi i sinqert. Doli prej ti Egjiptit i friksuar, duke pritur se çdo të ndodh. Tha Musai, o Zoti im, më shpëto prej popullit zullumçar. Dhe kur u nis ka Mediani, ai tha, shpresoj se Zoti im do të më tregojë rrugën e drejtë. Kur arriti tek uji i Medianit, hasi rreth tij shumë njerëz që u jepnin ujë kafshëve. Përveç tyre, vërejti dy vasha që i pengonin kafshët e veta të pinin ujë. Ai Musai tha, ç'është me ju? Ato thanë, na nuk u japim ujë, derisa të mos shkojnë barinjt, e babën e kemi fort plak. Musai u dha ujë kafshëve të atyre vashave, e pastaj u kthye te një hi Elisit dhe tha, Zoti im, çfarë do dhuntie që të më japësh, unë jam nevojtar. Dhe njëra nga ato dyja erdhi pastaj, duke u tupëruar dhe tha, me të vërtetë, të thërret babai im që të shpërblej ty, për atë që u ke dhënë ujë shtazëve tova. Kur erdhi te Shuaibi dhe i tregoi çka ka përjetuar, ai Shuaibi tha, mos u frikëso, me që ke shpëtuar prej popullit zullumçar. O babai im, tha njëra nga ato dyja, merre këtë njeri në shërbim, se, me të vërtetë, i forti dhe i besueshmi, është më i mirë që ta marrësh në shërbim. Shuaibi tha, unë dua që të jap njërin prej këtyre dy vashave të mia, por që të më shërbesh mua 8 vjet, e nëse i plotson 10 vjet shërbim, ajo është prej të mirës nderës tënde, e unë nuk dëshiroj të shkaktoj vështirësi si ty. Ti do të gjeshosh në dash Zoti, se jam prej të mirëve. Musa i tha, le të jetë kështu ajo, në mes me edhe teje. Cili ndo afat prej këtyre dyve ta plotsoj, nuk do të mund të më bëjë drejtje. Perëndia është mbikëqyrës për atë që folëm.
Kur Musa e plotësoi afatin e caktuar dhe u nis me familjen e vet, vereti një zjarr në anën e malit të Turit. I tha familjes së vet, pritni. Me të vërtet, kam vërejtur një zjarr. Shpresoj se do t'ju sjellë një lajm për orientin të rrugës ose një unë të zjarrit për të nxehur ju. Kur erdhi tek ai zjarri, thirr nga ana e djathtë begaqe me luginës, prej lisit, në visin e bekuar, o Musa, me të vërtetë, unë jam Perëndia, Zoti i gjithësisë. Dhe, o dhe shkopin tënd. U gjerdhjat dhe e pa se po lëviz shpejt, sikur të ishte gjarpër, u zë mbrapsme të shpejtë nuk u kthye të shikoj pas. O Musa, afrohu dhe mos friko. Me të vërtetë, ti je nga ata që janë të mbrojtur. Futë dorën tënde në xhepin e krahurit, do të paraqitet e bardhë pa të meta. Dhe, kështu përmbaju prej frikës. Këto janë dy argumente prej Zotit tënd të Faraoni dhe paria e tij. Ata, me të vërtetë, janë popull i korruptuar. Musa i tha, o Zoti im, unë, me të vërtetë, e kam mbytur një njerit të tyre, prandaj frikoj se do të më mbysin. Vëlla im Haruni është më i zhyvjet se unë me të folur, andaj dërgoje me mua atë, si ndihmëstimin, që ti vërtetoj fjalët e mia. Unë, me të vërtetë, frikohem se ata do të më quajnë gënjeshtar. Perëndia tha, na të forcojmë ty me vëllon tënd dhe që të dyve do t'ju japim pushtet, e ata nuk do të mund t'ju afrohen juve me qëllim të keq me argumentet tona. Ju dy dhe ata që do t'ju pasojnë, do të jeni fitues. Dhe kur Musa ju solli argumentet tona të qarta, ata thanë, kjo është vetëm magji e trilluar dhe ne nuk kemi dëgjuar këtë prej baballarëve vetëm. Musa i tha, Zoti im e di mirë atë që i sjell udhëzimet prej tij dhe atë që do ta ketë mbarimin e mirë, e me të vërtetë mohuesit nuk do të shpëtojnë. Dhe Faraoni tha, o parsi, unë nuk di që për ju ka tjetër zot përveç meje, e ti, o Haman ministri i Faraonit, mi pjek çepiç dhe ma ndërtu godinën e lartë që të ngritem te Zoti i Musait, me që unë atë konsideroj për gënjeshtar. Dhe madhështu ai dhe ushtria e tij në tokë pa kurfar të drejtë dhe mendonin se nuk do të kthehen te ne. Na e dënuam atë dhe ushtrinë e tij dhe i hodhëm me det, andaj shiko, siç e fundi i zullumçarëve. I kemi pasur bërë udhëheqës që thinin e atë që shpjen në zjarr, e në ditën e kiametit nuk do të ndihmohen. Dhe na i kemi përcjell ata në këtë jetë me malkim, e në ditën e kiametit do të jenë të keqsajtuar. Na, me të vërtetë, ja kemi dhe Musait librin pasi i kemi shkatëruar popujt e lashtë që të jetë dritë për njerëzit dhe udhëzime me mëshirë për t'u këshilluar ata. Dhe ti o Muhameti, nuk e qenë në anën perëndimore të Turit, ku ne ja besuam Musait profetnin dhe ti nuk ishe dëshmitar i kësaj ngjarjeje. Por, ne kemi krijuar shumë gjenerata e ka kaluar një kohë e gjatë. Ti, nuk e qëndruar në mesin e banorëve të Medjenit, që t'ju lexosh me kasve argumentet tona, por ne ti kemi dërguar ty lajmet e këtyre mrekullive. Dhe, ti nuk e qenë pranë Turit, ku na e kemi thirrë Musain, por te kemi dërguar ty nga mëshira e Zotit tënd për t'i paralajmëruar njerëzit, të cilëve nuk u ka ardhur kurfar paralajmëruesi para teje, për t'u këshilluar ata. Dhe, që të mos thonë kur t'i godas dënimi për atë që kanë bërë, o Zoti ynë, të na kishe dërguar pejgamber që t'i pasojmë argumentet tuaja dhe të bëhemi besimtar. Pasi që u erdhi e vërteta prej nesh, thanë ata arabët, sikur t'ju kishte dhënë Muhamedit diçka e ngjashme siç i është dhënë Musait. Vallë, a nuk e mohuan ata atë që ju kishte dhënë Musait më parë? Ata kanë thënë, këto janë dy magji të Teurati dhe Kurani që ndihmojnë reciprokisht. Dhe me kasit thanë, na nuk besojmë në asnjërin. Thuaju atyre se në një libër nga Perëndia, i cili u zë më mirë nga këta të dy Teurati dhe Kurani, unë do të pasoj atë nëse thoni të vërtetën. E nëse ata nuk të përgjigjen ty, dije se ata ndjekin vetëm pasionin e vet. Kush vallë ka humbur më tepër se ai që ndjek pasionin e vet, pa udhëzim prej Perëndisë. Perëndia me të vërtetë nuk e udhëzon popullin zullumçar. Na u dërgojmë atyre fjalët njërën pas tjetrës Kuranin për t'u këshilluar ata. Atyre që ne ua kemi dhe në librin para ti Kuranit, ata i besojnë ati. Dhe, kur t'ju lexohet atyre Kurani, ata thonë, ne e besojmë atë. Me të vërtetë, ai Kurani është i zbritur nga Zoti ynë. Na, edhe me parë kemi qenë musliman. Atyre do t'u jepet shpërblimi i dyfisht, me që kanë duruar dhe që të keqen e kthejnë me të mirë, dhe ndajnë nga ajo që u kemi dhe ne. E kur të dëgjojnë ndonjë marrëzi, shmangen prej saj dhe thonë, veprat tona janë për ne e veprat tuaja janë për ju, paça qoftë mbi ju lam të mirë. Na nuk duan shoqërime të padijshme xhaherat. Ti o Muhamedi, me të vërtetë, nuk mund ta uzosh në formë banuese në rrugën e drejtë atë që dëshiron ti, por Perëndia uzon në të gjitha normat. Ai i di më së miri ata që janë të udhëzuar. Dhe ata thonë, nëse ne me të ndjekim rrugën e drejtë islamizmin, shpejt do të jemi të dëbuar nga mendinja. Vallë, a nuk u kemi dhe në rast na atyre që të qëndrojnë në vendin e shenjtë dhe të sigurtë, ku sillen frytet e lloj-llojshme, ushqim prej nesh, por shumica e tyre nuk e din. Sa fshatra e qytete i kemi zhdukur ne,
banorët e të cilëve kanë bërë jetë të shfrenuar. Ja, shtëpiat e tyre të shkretëruara, të cilat nuk janë banuar pas tyre, vetëm pa kohë, dhe ne kemi qenë trashëgimtar. Dhe Zoti yt, kur nuk i ka shkatëruar vendbanimet, para se t'u dërgoj pejgamberin e kryeqytetin e tyre, i cili ju ka treguar argumentet tona. Dhe ne, kur nuk i kemi shkatëruar vendbanimet, por vetëm kur banorët e tyre kanë qenë zullumqar. Çdo gjë që ju është dhënë juve, ajo është kënaqësi e kësaj jete dhe historie e saj, ajo që është e Perëndia, ajo është më e mirë dhe më e përhershme. Vallë, a nuk po mendoni ju? Si mund të jetë njëjtë ai, të cilët i kemi premtuar shpërblim të mirë, ai do të arrihat dhe atij që i kemi dhënë kënaqësinë në jetën e kësaj bote, i cili pastaj, në ditën e Kiametit, do të gjendet në zjarr. Dhe kujtoi o Muhameti, ditën kur do t'i thirrë Perëndia ata dhe u thotë, ku janë ata që ju i konsideronit për shokët e mi? Do të thonë ata, te cilët është së ndërtuar fjala jon, o Zoti ynë, këta janë ata, që na i kemi zhrijuar e i kemi zhrijuar ata, ashtu siç kemi qenë edhe ne të zhrijuar. Na heqëm dorë prej tyre të ti, ata nuk kanë adhuruar neve, dhe do t'u thuhet atyre, thini rinit tuaja. Ata do t'i thirrin ato, por ato nuk do t'ju përgjigjen atyre. Do t'a shohin dënimin. Si kur të kishin qenë në rrugën e drejtë, nuk do të kishin përjetuar dënimin. Dhe kujtoi o Muhameti, ditën kur do t'i thirrë Perëndia ata dhe u thotë, ç'ju keni përgjigjur pejgamberëve. Atë ditë, atyre lajmet do t'u jenë me mecë të shurthta, e ata nuk do të mund të pyesin njëri tjetrin asgjë. Ai që pendohet, e beson dhe punon veprat e mira, do të jetë nga të shpëtuarit. Dhe Zoti yt krijon çdo dhe ai zgjedh, ata adhuruesit e idhujve nuk mund të zgjedhin. Qofti falendëruar Perëndia dhe larg nga ato që i përshkruan atij për shok. Dhe Zoti yt diçka fshin zemrat e tyre, e çka shprehin ata. Dhe ai është Perëndia. S'ka zot tjetër përveç tij. Për te është falënderimi në këtë jetë dhe në tjetrën. Për te është vendimi për çdo fjalë dhe tek ai do të ktheheni. Thuaj o Muhamedi, çka mendoni ju, nëse Perëndia u bën natën të përhershme deri në ditën e Kiametit, cili Zot, pos Perëndis, do t'u asitë dritën? Vallë, a nuk po dëgjoni ju? Thuaj o Muhamedi, çka mendoni ju nëse Perëndia u bën ditën të përhershme deri në ditën e Kiametit, cili Zot, pos Perëndis, do t'u asjell natën, në të cilën qetësoheni ju? Vallë, a nuk po shihni ju? Dhe prej mëshirës së tij, u ka bërë juve natën dhe ditën që të qetësoheni në të dhe të kërkoni nga dhuntit e tij, dhe që ju të jeni mirënjohës. Dhe kujtoj ditën kur i thërret Perëndia dhe u thotë, ku janë ata që ju i konsideronit për shokët e mi? Dhe ne, prej çdo populli do të sjellim nga një dëshmitare, do të themi, paraqitni argumentet tuaja. Ata do ta dinë se e vërteta është vetëm e Perëndis, e do të humbin ato që i trillonin ata. Me të vërtetë, Karuni ka qenë nga populli Musait, por që ai Karuni i eksploatoi ata. Ne i patëm dhe në ati aqtesar, sa që qelesat e tyre vështirë do të mund t'i bartin një grup njerëzish të fuqishëm. Kujtoj e ti, o Muhamedi, ku njerëzit e popullit e ti, i than Karunit, mos u shfreno me pasuri Perëndia, me të vërtetë nuk i do ata që shfrenohen. Dhe kërkoti jetën e botës së ardhshme me atë që të ka dhënë Perëndia, e mos haro pjesën tënde në këtë botë. Bënu mirë të tjerëve ashtu si të ka bërë ty mirë Perëndia. Mos kërkon gatresa në tokë. Me të vërtetë, Perëndia nuk i do gatrestarët. Ai Karuni tha, kjo më është dhënë vetëm në bazët e dijenisë sime. Vallë, a nuk e di ai se Perëndia i ka zhdukur shumë brezni para tij, të cilët kanë qenë më të fuqishëm dhe që patën grumbulluar më shumë se ky. Dhe njerëzit e këqen as që do të pyetën për arsyetimin e mëkateve të tyre. Doli ai Karuni para popullit të vet me shkëlqimin saltanatin e tij. Than ata që lakmonin jetën e kësaj bote, sikur të na ishte dhënë edhe neve si Karunit. Ai, me të vërtetë, ka fat të madh. Njerëzit e dishëm thonin, mirë për ju. Shpërblimi i Perëndis është më i mirë për atë që beson dhe punon veprat e mira, e do t'u jepet ky shpërblim vetëm të durueshmëve. Dhe ne e kemi fundos atë Karunin dhe shtëpinë e tij në tokë, dhe askush nuk ka mund të ndihmojë atë nga dënimi i Perëndis, e as që ka mund të mbrohet prej dënimit të Perëndis. Ata që më parë dëshironin të jenë në pozitën e tij, thoshin u bubu. Po duket se Perëndia, me të vërtetë, i jep bollë kujt të doj prej robërve të tij dhe ja mungon kujt të doj. Sikur Perëndia të mos na kishte bërë dhun të neve, me të vërtetë do të na kishte fundos. Duket se me të vërtetë mohuesit nuk kanë shpëtim. Atë shtëpinë e botës tjetër, na do ta bëjmë për ata që nuk dëshirojnë madhështiasën nga tëresa në tokë. Përfundimi i mirë është për ata që ruhen nga të keqijat. Kush bën një të mirë, për të ka shpërblime të mirë se atë që ka punuar. Ai që bën një të keqe, ai dënohet vetëm aq sa e meriton vepra e tij. Me të vërtetë, ai që ta ka shpallë ty Kur'anin, do të kthejë ty në vendin që të është premtuar.
Thuaj, Zoti ndihmë se miri kush ka ardhur me udhëzim të drejtë e kush është në humbje të plot. Ti nuk ke shpresuar se do të dërgohet libri Kurani, përveç mëshirës nga Zoti i të është shpall ty, andaj kursesi mos i bën ndihmës mohuese. Dhe kursesi le të mos pengojnë ty ata prej ajeteve të Perëndis, pasi që te janë shpallur ty. Lutju Zotit tënd e kursesi mos u bën prej idhujtarësh. Dhe mos adhuro pos Perëndis zot tjetër. S'ka zot tjetër përveç ti. Çdo gjë pos ti është destinuar të shkatërohet. Për te është gjykimi dhe tek ai është kthimi.